kalojmë pak në rajon dhe do të flasim për Shqipërinë, atje ku Shqipëria është rënditur nga 3 vrasje me thikë të ndodhura vetëm brenda pak orësh. Në Durrës, Tiranë dhe Berat, vetëm një ditë më parë. Në të gjitha rastet, sipas hetimeve paraprake, shkaku ka qenë konflikti për motive të dobta. Do të kemi lidhje direkte dhe me gazetarë, me cilët do të ndalemi tek secili rast që diskutojmë për atë që ndodhi, por fillimisht do të kemi Arben Hajdarmetaj, ish drejtor i policisë në Shqipëri. Përshëndetje zotri Hajdarmetaj, mirë se vini në Kosova Live. Faleminderit ju. Pyetja parë është se çfarë po ndodh me sigurinë në Shqipëri? 3 raste vetëm brenda pak orësh, pra që të rënditën opinionin. Unë mendoj që çështjet e sigurisë të një vendi, aq më tepër edhe siç po diskutojmë tashmë për Shqipërinë, ka shumë parametra që mosin këtë çështje sigurie. Do të thosha që normalisht që këto 3 ngjarjet brenda një dite, siç e komentuat dhe ju, padyshim janë ngjarje shumë të rënda, sepse në fundet kanë humbur jetën 3 persona dhe ndikojnë drejt për drejt dhe në çështjet e sigurisë në tërësi, do thotë, në kompleksitetin e saj. Por, në qoftë se do ndalemi në aspektin e asaj që po themi të sigurisë të qytetarëve, në Shqipëri, unë mendoj që kjo çështje është shumë sensitive dhe pavarësisht nga komentet dhe nga çka përpiqen institucionet shqiptare të justifikojnë, marrin disa statistika që thonë që te muaj kishte vrasje, japin ca shifra krahasuese, por në fundit unë mendoj që në Shqipëri çështja e sigurisë në tërësinë e saj është problematike. Vetë fakti që një qytetar, pavarësisht nga pozita që ndodhet, pavarësisht nga puna që bën, pavarësisht nga marrëdhënie që ka me koleg, me komshin, ndoshta edhe me gjithë qytetarët e tjerë, nuk heziton që të marrë në rastin konkret, të marrë një armë të ftohtë dhe të godasë me atë që ka konflikt dhe të marrë jetën një personi. Pra kjo është një çështje shumë komplekse, do thosha unë, dhe nuk mund të trajtohet me një ka siguri apo s'ka siguri. Kjo ka shumë faktor që ndikojnë. Do thotë në radhë parë është me fësia, do thosha, në rastin më të mirë duke mos e anashkaluar dhe pa aftësinë dhe dashakesinë e institucioneve që kanë për detyrë për të mbrojtë jetën e qytetarëve dhe të pronës së qytetarëve. Dhe institucioni kryesor. Kuptoni me të, çka duhet bëjnë më shumë institucionet që mos kemi raste të tilla? Institucioni kryesor që ka për detyrë të parandalojë çdo lloj krimi, si dhe brenda familjes, se po them është krimi më sensitiv dhe më pak i kapshëm, është detyrë e policisë shtetit shqiptar dhe ka objekt të punës së saj të përcaktuar në ligjin funksional të policisë shtetit. Çka do të thotë që në qoftë se do marrim rastin e kamarerët në Buzhëmir, sipas medjave, ka informacion që ka pas konflikte më pahershme. Ka pas bullizime nga një tash konkretisht sepse këto informacione janë të vakta dhe nuk jemi të mos japim detaje se do ta trajtojmë në opinionin publik, por ideja është këtu që nëse se ka pas një konflikt të më përparshëm, do thotë policia duhet të jetë në dieni dhe duhet të marrë dieni për këtë konflikt në mënyrë që të bëjë të mundur për ndalimin e çdo lloji konflikti. Ne pretendojmë dhe në ligjin e saj që policia të marrë vesh konfliktet brenda familjes. Jo më po them brenda një ambienti ku punohet, ku ka dhe njerëz të tjerë, ka dhe... Po, që është më publik. Dhe kjo është ideja që unë shpesh herë në komentet e mia e quaj pa dam sepse këto të turizmin shqiptar ka gra, burra, vajza dhe tjerë shumë të devotshëm për punë, por unë shpesh herë e quaj atë rutinizmin që ka policia e shtetit shqiptar. Thjesht merr një informacion, evidenton ato evidencat e vetat dhe e fut në ato dosjet dhe pastaj nuk i rikthej më për të parë se çfarë bën me këtë konflikt ose me këtë lloj ngjarje. Dhe ndodhemi para faktit se pastaj mas një kohë, sepse kemi shumë raste në Shqipëri, besoj edhe në Kosovë, po të paktën atje nuk e njoh realitetin, por thjesht shoh kështu nga larg,
që shumë raste kemi në Shqipëri që për shkak të neglizhencës së policisë shtetit kanë ardhur konfliktet, kanë agravuar dhe kanë shkuar deri në vrasje. Kjo është ideja që unë e parashtrova që në fillim. Ju polic, ka pas kësës lloj, kërkoj falje, kur keni qenë drejtori i policisë, ka pas kësi rregulla, keni qenë kujdesshëm që të merrni detajisht informacione për secilin rast dhe t'i përcjellni ato, a ka kapacitet Shqipëria që ta bëj këtë? Kur është bo pak kohë gjatë kur unë kom qenë drejtuesi i policisë në Shqipëri. Po që ta bëjmë një krahasim se... Normalisht, disa gjëra ndrojnë, disa ligje ndrojnë, po thëmë disa teknika, po parimi nuk ndrojnë. Çka do të thotë parimi? Në qoftë se objekti punës policisë shtetit shqiptar është rrugëtja, parandalimi, rrugëtja jetës dhe punës qytetarëve që është objekti kryesor, ky nuk ndron si objekti. Ti mund t'i ngarkosh punë të policisë që ngarkon sot qeveria me po rolin e dhatina, po dash të ofendoj njëri rol me hamallit, po që ngarkon dhe shkarkosh është dhune të blen. Kjo nuk është roli policisë, ti mund t'ja ngarkosh si të tyre. Ama në ligj, policia ka objektivin e përcaktuar se si do funksionojë. Po kështu dhe prokuroria, sepse ne diskutojmë gjithmonë të policinë, po mos harrojmë se roli në parandalimin e çdo vepimi, po prokuroria vetë çfarë. Pra nga politika penale që ngjet, nga mënyra se si jep drejtësi gjykata, është që tush një përqindje shumë e madhe që reflekton të qytetarë që bën të mundur parandalimin e krimeve. Nëse gjykata nuk jep drejtësi, pastaj do kalojmë në gjyqësi. Po, zotri Hajdar Metaj. Po, diçka tjetër që u diskutua ishte që të 3 vrasjet u kryen me armë të ftoftë, pra therrje me thik. Tregon kjo diçka? Kjo armë e ftoftë është një gjë që gjendet. Duket se kemi një ndërprerje teknike me zotrin Hajdar Metaj, pra nga jo që raportohet që 3 vrasjet pra kanë të... Po ju dëgjojmë tash. Po. Jemi bashkë përsëri. Në i ligjit, për sa i përket, po, edhe definicioni i ligjit, për sa i përket, përcaktimit të llojit të armës së ftoftë është pak problematik, sepse në fundet ti përcakton në ligj një armë të ftohtë dhe ajo shitet në çdo lloj dyqani të kuzhinës, Prandaj po them, ndoshta një mjet që mund të merret çdo kund me veti, mund të shehet më lehtë. Është një mjet që unë në këtë rast nuk mund të faqësoj ose të vej kush i të bëj nota kritike ndaj ish kolegëve të mi, prandaj policëve, sepse nuk i kontrollon njerëzit për armë të ftoftë, sepse këto ishte pak hipokrizi. Tjetër gjë është armë e brezit, po themi pistoleta, tjetër gjë është një thik që gjendet në çdo lloj dyqani. Qofse edhe ke një konflikt, futesh në dyqan, merr në kuzhinë e bledh thikën dhe ja kreve krimin. Pra, kjo nuk mund të do ishte në thash hipokrizin, qofse do të thosha që ish kolegët e mi sot që janë detyrë policë, në tërësinë e tyre që merren dhe marrin të ftohta. Kjo nuk mund të ndodhe në praktikë. Ne mund të themi teorisë të dush, por praktikisht nuk ndodh. Kjo është një gjë që edhe ligji duke mos them unë, mendoj që duke më pas mundësi për ta definu për të përfundimisht e kalon para asë më shashpesht sistemin e zhvillëmit. Do të kush quhet armë ftoftë? Po, zotri Hajdar Metaj, tek rastin e Dorës ishte pak rast më i ndihshëm sepse ishte një 25 vjeçar që kishte probleme të shëndetit mendor dhe i njëjti e vrau me thik babain e tij Pjetër Kodheli, 69 vjeç, në banesën e tyre në fshatin Shkallnor. Për këto raste çka duhet bëhet? Do të rikthesha asaj që thash në fillim. Problemi i institucioneve të shtetit shqiptar. Pra, pikërisht për këtë edhe pyeta. Në qoftë se do ta trajtojmë çështjen e njerëzve me të smur me shëndet mendor, sot ne kemi në tërë Shqipërinë 3 institucione. Po themi që kujdesen për njerëz me probleme të shëndetit mendor. Është Tirana, Elbasani dhe Vlora. Çka do të thotë, kapacitetet e tyre janë minimale. Pa hy pastaj te kushtet që janë mizerabel në trajtimin e tyre dhe në trajtimin e tyre nga ana spitalore, kuptohemi vetë. Po thjesht
edhe si kapacitete janë në minimum ose ku janë të papërfishme kapacitete. Për shkak të vetë situatës, sepse sot jemi në një situatë që mendoj që fundeti mendoj ka për problematikën e tij me tërësi. Pra janë njerëz që janë shturë me më shumë për shkak të vetë dinamikës se jetës që ka sot Shqipëria dhe në përgjithësi. Sepse zotri Hajdan Metaj, kemi edhe raportime në media që shumë shpesh familjarët kërkojnë ndihmë edhe nga institucionet për shkak që nuk mund ta përballojnë kujdesin. Kemi pa edhe gra në moshë që shumë shpesh kanë kërkuar për ndonjë familjar tyre që t'ju dalë në ndihmë dikush. Prandaj është kjo se sa janë bashkëpunuese institucione që të arrihet diçka që mos të kemi raste të tilla, sepse edhe për familjarët ndoshta nuk është e lehtë. Nuk, unë mendoj që institucionet në këtë drejtim nuk funksionojnë fare. Po, thjesht flasim për të smurt me shëndet mendor që realisht janë agresiv dhe në atë që shkaktojnë dhe krime, se nuk po flasim për pjesën tjetër që janë njerëz që nuk trajtohen fare, po them autiket, po dhe autiket janë shumë të rrezikshëm kur bëhen në mosha madhore sepse reagojnë shumë ashpër. Në kuptimin e asaj që nuk komandohen nga prindrit, mund të krijojnë plagosje, mund të krijojnë edhe vdekje prindrit pra. Në tërësinë e saj, kjo është një kompleksitet që prapë se prapë që duhet bashkëpunim mes institucioneve edhe prindërve, familjarëve, patjetër. Unë mendoj që ka dhe di shumë raste që vetë prindrit kanë marrë disa herë policinë e shtetit në telefon për të ardhur, për të marrë familjarin e tyre dhe për ta çuar në qendrat shëndetësore ku trajtohen smurit me shëndet mendor. Dhe policia nuk ka reaguar, merr spitalin dhe bën një ekejatje kështu sepse në fund fundit ka një gjë. Dhe definicioni që unë përmenda përpara në ligj, duhet të jetë i saktë. Sepse përgjegjësinë kryesore po them e ka në spitalore. Në aspektin e asaj, në aspektin e trajtimit ose rujtjes së jetës, si përmenda unë, ka policia. Dhe këtu nuk përputhen pra, nuk janë të ndarë gjërat dhe nuk funksionojnë. Dhe pastaj qytetari merr telefon policinë, policia do të çon te spitali do të merr policinë dhe jemi përpara. Bëhet kështu një trekëndsh dhe nuk bëhet zgjidhje. Dhe nuk funksionon. Po alon atë pjesë që unë përmenda në fillim të trajtimit të kësaj çështje që institucionet në këtë drejtim janë skandaloze. Do të thotë absolutisht të papërfillshme, me kapacitete minimume, pa trajtime, pa ilaçe, pa asnjë gjë dhe pastaj gjendemi në këtë situatë që në fundit fatkeqësia e ndodh dhe humb jeta e një qytetari, sepse jeta e qytetarit është e faktishme në çdo rast dhe në çfarë do të thonë. Po, e qarë, ndërkohë rasti që ndodhi në Berat, ndalim edhe pak këtu, një 63 vjeçar, Kristo Mema, pas një zënke ka vrarë me mjet prerës 42 vjeçarin Keli Hoxha. Ngjarja raportohet këtë ndodhur në lagjën e Kalas, ku bëhet me dije që Keli Hoxha, pra viktima, ishte vizitori i cili kishte shkuar në qytetin e Beratit për të vizituar Kalan. Pra edhe këtë herë, me aq sa kemi informacione, me aq që kanë raportuar mediat, prap ishte për motive të dobta. Ndërkaq më intereson nga ajo që u raportua, thuhej se personi i cili e ka kryer vrasjen kishte një të kaluar, të themi kështu kriminale në Greqi. Çka tregon edhe ky rast, zotri Hajdan Metaj? Po ti kthehem pak procedurës, se nuk do të moj shumë me procedurën, do të thotë në ligjet e shtetit shqiptar, çdo person që është i dënuar Shqipëri, po dhe jashtë Shqipërisë dhe në vendet e Bashkimit Evropian, të gjithë vinë me një certifikat ku regjistrohet gjithçka mbi atë çfarë ka kryer dënimin. Dhe policia e shtetit shqiptar është e detyruar ta evidentojë në evidencat e veta si person i dënuar dhe ta mbajnë në miqësie në kuptimin e asaj që unë thash, mungesa e informacionit, mungesa asaj që policia thjesht e merr një informacion, e dokumenton dhe nuk merret më, nuk i kthehet mbrapa me pa çfarë është bërë. Dhe ndoshta thash jemi dhe në atë që ju shprehet se sa informacion kemi, mund të jemi në një rast të tillë që një person mund të ketë probleme
edhe qëndetit mendor, po mund ketë dhe problemet pasionit krimit, ku diun. Tash sepse nuk duhet të exagjerojmë. Por fakti që një person qofse ka pas rekorde kriminale në Greqi, mendoj që duhet ishe në mbikëqyrjen dhe evidentuar dhe nga policia e Shtetit Shqiptar dhe konkretisht nga policia e Beratit. Dhe këtu tani futem pastaj te ajo pjesa që diskutuam fillim, mundësia dhe kapacitetet e policisë shtetit për parandalimin e çdo lloj aktiviteti kriminal, dhe aq më tepër për parandalimin e brendës. Që në fundit unë e shoh nga larg, por e shoh me shumë bie dyshimi dhe e shoh me një punë të madhe të institucionit policisë shtetit dhe e shoh me një neglizhencë totale të këtij institucioni. Pastaj se si vjen, ku vjen, kjo don një kohë dhe argumente ka nga më të ndryshme si çuni mendoj. Por kështu unë e shoh këtë puzzle, po thosha unë, marrëdhëniet për parandalimin gjithmonë të çdo lloji aktiviteti kriminal. Po. Zotri Hajdar Metaj, ju falenderoj shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë, paka shumë në bazë të përvojës tuaj si ish drejtori i policisë, arritët që të na tregoni pak se kjo është një problem më i thellë se sa vetë vrasje, pra duhet që edhe institucionet ta bëjnë punën e tyre, kështu që unë ju falenderoj shumë. Falenderoj dhe ju. Pra ishim bashkë me zotrin Arban Hajdar Metaj, ish drejtori i policisë në Shqipëri, dhe po flisnim pra për 3 raste që kanë ndodhur në Shqipëri gjatë ditës së djeshme, pra 3 vrasje me thikë që kanë tronditur opinionin. Vetëm pas pak do e kemi gazetarin Andi Bora, duket se e kemi Andin gati, bashkë do të ndalemi tek secili rast dhe të flasim nëse ka detaje të reja sa i përket tyre. Andi, mirë se vjen në Kosova Live. Përshëndetje. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Ndoshta do të fillojmë me rastin që ka ndodhur në Durrës. Cilat janë detajet e fundit sa i përket këtij rasti? Që për sa i përket vrasjes që ndodhi në Durrës, duhet të thënë që sigurisht është një vrasje e rëndë, e cila është një krim i cili kryhet brenda në familje dhe janë, le të themi, ngjarje që janë të vështira dhe nga pikpamja e timeve policore apo marrjes masave sigurisë për t'i parandaluar. Marian Kodheli, 25 vjeç, ka qelluar babain e tij Petrit Kodheli duke e lënë të vdekur. Ka qenë një moment i cili është agravuar në tavolinën e tyre të ngrënies. Më pas ai është larguar nga vendi i ngjarjes dhe është kapur një lokal në zonën e plazhit të Durrësit në lagje numër 13, që dyshohet se lokali ka qenë në pronësi të motrës së tij. Aty është bërë ndalimi nga forcat e policisë, ku më pas sigurisht është shuar në komisariat për të marrë në pyetje nga grupi hetimor lidhur me atë ngjarje të rëndë që ndodhi, ndërkohë ai ka deklaruar që prej 6 muajsh pasi ishte kthyer nga emigrimi në Shqipëri, kishte pasur situata të tensionuara me babain e tij. Dhe kishte marrë thikën dhe kishte qelluar, por nuk mbante mend fiks, të paktën nga deklarimet atë se çfarë kishte ndodhur. Megjithatë, grupi hetimor dhe ekspertiza paraprake nga kqyrja e viktimës konfirmojnë që ka pasur dhe një goditje në kokë, e cila do duhet parë pra me çfarë është kryer, me çfarë mjeti mund të qelluar tjetër, përveç le të themi thikës. Megjithatë, sigurisht kjo është një ngjarje e rëndë, dyshimet policia i ka që autori ka pasur probleme të shëndetit mendor. Megjithatë, ai ka qenë në emigrim, ka thënë që prej disa vitesh kishte pasur dhe pasaportë franceze, ndërsa 6 muajt e fundit, përpara se të kthehej në Shqipëri, kishte qëndruar dhe kishte punuar në shtetin fqinj grek. Të paktën këto janë, le të themi, ana e dinamikës së ngjarjes dhe informacionet më të fundit që kemi për sa i përket kësaj ngjarje të rëndë. Megjithatë, sigurisht grupi hetimor vazhdon hetimin për të parë rrethana të tjera, të cilat dhe shkaqjet që mund ta kenë çuar të riun të vrasjes së babait të tij. Po, Andi, do të kalojmë pak tek rasti në Tiranë që ndodhi mes 2 kolegëve. Jemi në linjë? Po, nuk e di, po më dëgjon Andi, se unë po dëgjoj. Okej, tani të dëgjoj. Po, thash se do kalojmë pak tek rasti në Tiranë, pra pikërisht ky rast që ndodhi mes 2 kolegëve, përsëri për motive të dobta. Cilat janë informacionet për këtë rast, Andi? Tani duhet bëjmë një parashtrim të gjithë historisë, sepse unë mund të bëj raportimin gazetares, se sigurisht është një raportim kritik shkurtër nga çdo raportim tjetër që unë mund të bëja për një ngjarje kriminale, pasi është një konflikt i ndodhur mes picirit dhe ndihmës picirit.
prej 5 vitesh të paktën edhe restoranti ka bërë një reagim publik sot për ndjekësit e tij në rrjetet sociale, duke thënë që kishte 5 vite picieri, i cili mbeti viktim. Autori është Filip Shehu, 41 vjeç, ndërsa viktima është Indriti Ismaillarit, 34 vjeç. Konflikti është krejt banal për le të themi bullizim apo ofendime për fjalë në vendin e punës, ku dy shohë se 41 vjeçari ka marrë thikën dhe ka qelluar disa herë viktimën, duke lënë të vdekur në vend. Sigurisht forcat policore më pas kanë shkuar, kanë bërë rrethimin e restorantit, kanë kryer le të themi këshyrjen e ambientit, është sekuestruar dhe arma me cilën u krye krimi sërish një thik dhe është bërë vënë në prangë e autorit Filip Shehu, ndërkohë që ai ka deklaruar që kishte pasur përplasje të vazhdueshme me ndihmës picierin. Pra, kjo është pak a shumë dinamika e ngjarjes për sa i përket asaj që ndodhi në restorantin e Tiranës. Dhe ne kemi po ashtu edhe ngjarjen e cila ndodhi në Berat, që është krejt e njëjtë. Sepse thash, më shumë është analiza sociologjike që do të bërë ngjarjeve se sa le të themi analiza kriminale. Edhe në Berat, një 42 vjeçar mbeti viktim, Keli Hoxha, banues të Tiranë me origjinë nga Bayramçurri, pasi personi i cili kishte një kal në Berat, i cili ofronte shërbime, pra ecje me kal nëpër kalan e Beratit, po ashtu dhe foto, e ka qelluar me thik. Shkak ka qenë që pretendon pra autori i vrasjes që i ka thënë viktimës të mos e prekte kalin sepse është i acaruar, ndërkohë që pretendon që viktima e ka ofenduar dhe e ka sharë nga familja. Ai ka marrë një thik të cilën e ka pasur, le të themi, në Shqipërinë e themi Samari i Gomarit, vendi ku ulesh, që vendos kalit sipër, ka marrë thikën dhe e ka qelluar. Më pas është larguar për disa orë dhe është gjetur i fshehur në një shpellë përballë urës së Goricës së pozicioni, pra në një shpellë tek kalaja e Beratit, ku është bërë dhe arrestimi i tij. Sërish, Andi, kush ishte me viktimën, sepse u raportua që viktima ishte bashkë me gruan dhe fëmijët aty. Dhe vrasja ka ndodhur në sy të fëmijëve. Vrasja? Më saktë, aty ka mbetur i plagosur ënd pasi ka ndruar jetë rrugës për në spital, po vrasja aty ka ndodhur. Në syt gruas, në syt familjes, në syt të fëmijëve. Pra nuk e di se sa më rënd mund të bëjë kjo situat me atë që ndodhi. Dyshohet që autori ka pasur, jo dyshohet, por paktën e ka njoftuar zyrtarisht policia që autori ka pasur një dënim të mëparshëm për vrasje, ka dyshime që këtë dënimin e ka pasur në Greqi, por duhet parë sa vite ka vuajtur nga ky dënim, si ka mundur të ndryshojë emrin, të rehabilitohet dhe kthehet sërish në Shqipëri, pasi këto do jenë pjesë e procesit të mëtejshëm timor, ndërsa edhe në Tiranë, në rastin e Tiranë, autori Filip Shehu ka pasur një dënim të mëparshëm për veprën penale, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta. Pra kemi dy personazhe këtu me precedent penal, po themi, të dënuar, por megjithatë, kjo sigurisht nuk justifikon rintegrimin e tyre në shoqëri dhe po ashtu edhe për sa i përket ngjarjeve të rënda që nuk justifikon asnjë lloj gjëje. Andi, çka po i shkakton gjithë këto raste në Shqipëri, sepse ju jeni gazetar, raportoni gjatë gjithë kohës, e dini edhe mënyrën se si po funksionojnë edhe institucionet, ku mendoni se është faji? Atëre, unë po përpiqesha të ndërtoja skaletën e emisionit tim sot dhe po e kisha të vështirë se nga ku do ta nisja analizimin e këtyre ngjarjeve, sepse unë thash dinamika që unë rrëfeva për ju, tashmë është shumë e shkurtër. Sepse janë motive krejt banale, është një thik në mes, janë, domethënë, autori, thika dhe viktima. Kjo është historia. Po tani shkaku është pak më i gjerë. Domethënë, unë po kuptoj që shoqëria shqiptare ka hyrë në një lloj metamorfoze të frikshme. Ne jo më larg se një javë më parë, patëm dy të rinj të cilët mbetën të vdekur në Mans të Durrësit, në një zonë këtu pranë, për shkak sepse vajti klienti kërkoi kafe në orën 2 pa një çerek të natës, të mëngjesit më saktë. Dhe u prodhuan dy viktima. Tani duket që këtu ka diçka që nuk shkon më. Dhe unë nuk do doja ta lidhja fare në kuptimin me rendin dhe sigurinë publike, sepse çdo bëjmë ne tani. Kuzhinieri aty e ka thikën. Dhe ai personi që le të themi kishte kalin aty, mund t'i duhet të mbajë një thikë për elementë të ndryshëm, të cilët kanë të bëjnë me pajisjet që do t'i heqim thikën kuzhinierit. Në vitin 2022 ne patëm një tjetër vrasje që ndodhi në një nga komisariatet e kryeqytetit. Polici 25 vjeç me armën e shërbimit vrau kolegun e tij. Tani ç'do bëjmë, do shkojmë t'i heqim pistoletën, polici i themi shikosen, ne po ta heqim pistoletën ty sepse po parandalojmë një ngjarje të mundshme kriminale që mund të kryhet nga ty. Ka një logjik që nuk më shkon këtu.
Sepse sado që të përpiqemi që ne të gjejmë fajtor rendin e sigurinë është një, le të themi, i transformim i madh që do duhet bëhet. Po andi nëse mendoj më thellë, për shembull tek rasti që ka ndodhur mes Picirit dhe ndihmësit të tij, pra bëhet fjalë për bullizim. Pastaj tek ky rasti tjetër mund të jenë edhe kushte të rënda ekonomike, sepse bëhej fjalë që nuk e kishte paguar një fotografi që kishte bërë me kalin. Tregon edhe kjo diçka, mund të analizojmë edhe në këtë formë apo nuk qëndron? Analiza ne mund t'i bëjmë si të duam dhe kam përshtypjen që ajo që ju thoni është, le themi, është e saktë, por sigurisht do duhet parë edhe pak më gjerë. Situatat e vështira ekonomike gjithnjë kanë prodhuar, le themi, viktima nëpër familje. Sepse zakonisht debatet që prodhon një familje janë ato të natyrës ekonomike që në jo pak raste ne kemi raportuar që ka shkaktuar viktima. Në një tjetër ngjarje të rëndë e patëm vitin e kaluar në qytetin e Durrësit, ku dënua me burgim të përjetshëm njëri prej fëmijëve, 2 fëmijët e tjerë së bashku me gruan, sepse vran babain. Këto janë raste të vështira, është krimi më i rëndë ku ndodh në familje dhe është krimi më i vështirë për të zbuluar, po brenda 4 mureve dhe shumë pak kush e di se cili është motivi real. Mirë, po rasti që ka ndodhur në Tiranë është çështja e bullizimit. Tani duhet parë kjo bullizimi, sepse ne i kemi dhënë një, le të themi, bullizim, po ta kuptojmë pak çka ka ndodhur. Bullizimi do quaj kur ka një bullizim i cili mund të ndodhi kryesisht mes fëmijëve, adoleshentëve, janë moshat më emocionale, më të prekura ndaj fjalëve, ndikojnë më shpejt dhe ju shkaktojnë gjendje të rënduar psikologjike. Unë nuk pres që bullizimi tani për të qenë korrekt, se nuk do dua se edhe mund kritikohen për këtë që them, po 41 vjeç dhe 34 vjeç tani sa do bullizohesh? Po, andi, megjithatë një presion i vazhdueshëm në punën se për 5 vite ke punuar me atë person, sepse kështu tha që ai ka deklaruar që ka pas bullizime. Megjithatë andi vlen theksohet sepse jemi live që asnjë prej këtyre nuk e arsyeton një vrasje. Arsyeja pse po i bëjmë këto analiza si gazetar është nga rasti në rast se çka mund shkaktoj këto reagime që janë prapë po them të pa arsyetueshme. Jam krejt dakord me ty dhe ne për gjithë qytetarët e Kosovës, të diasporës, të Shqipërisë dhe kudo që na ndjekin, flasin shqip dhe na kuptojnë shumë mirë këtë që po e themi. Asnjë në vrasjet nuk justifikon atë që ka ndodhur dhe nuk mund të justifikohet kurse si një vrasje. Nuk mund të bëhet. Por ajo që ne do të bëjmë këtu është një analizë më e gjerë se çfarë po ndodh. Sepse situata ndoshta është pak më agravuar në Shqipëri se sa në Kosovë, të paktën me sa unë ndjek. Jo se edhe aty nuk ndodhin vrasje. Se patëm vrasjen që ndodhi tek lokali Kobra mos gabojnë për një çështje fature. Tani janë ca gjëra që nuk justifikohen fare në asnjë lloj momenti. Por që raportimet në Shqipëri janë më të shpeshta, kjo po. Po, janë më të shpeshta dhe ne si gazetar për të gjithë, le themi, raportimin gazetaresk që bëjmë, jemi të detyruar të japim pak dhe nga mendimi jonë, të japim pak dhe anën tonë emocionale se si e shikojmë gjën, sepse është një realitet që nuk mund ta përballojmë dot. Pak muaj më parë në kishën e Laçit, në rrugën ku shkon për te kisha e Laçit, dhe një nga vendet e shenjta këtu në Shqipëri, u plagosën 5 persona, njëri mbeti viktim dhe u plagosë një grua nga ato që shiste qiri, për arsye sepse të rinj kishin gërvishtur pasqyrat e makinës me njëri tjetrin. Pra, të plagosur 5 dhe një viktim. Tani do thotë që gjendja emocionale e kësaj shoqërie është e rënduar. Kemi hyrë në një psikozë të rëndë sociale që do duhet. Nuk e di se çfarë operacioni do t'i bënte punë një shoqërie të tillë që ta rikthente në shina, të kthejnë normën morale, të mos normalizohen. Kurse si ngjarje të tilla kriminale, sepse ndodh një tjetër, ne kemi normalizuar. Unë dhe ti na janë kthyer në profesion për t'i raportuar si ngjarje kriminale, por jo, ne do duhet bëjmë një analizë shumë më të fortë. Do duhet të ndryshojë gjëja, sepse nëse marrim diskutimin që 2 nga personat ka qenë të dënuar, njëri për vrasje, tjetri për prodhim dhe mbajtje e palë të armëve të ftohta. Këta njerëz në fund të ditës se kanë kryer dënimin e tyre. E kanë shlyer detyrimin që kanë pasur ndaj kodit penal, ndaj asaj se çfarë ka përcaktuar shteti kur ti je shkelës. Dhe në këtë moment detyrohesh të reintegrohesh në shoqëri. Ne nuk mundi t'i themi restorantit që shikose kur të marrësh kuzhinierin ti interesou për ka dëshmi penaliteti të pastra apo jo. Se mos ka pasur thikën më përpara. Tani nuk funksionon kështu shoqëria. Një shoqëri demokratike përpiqet të gjejë në thelb se ku është problemi i shoqërisë, kaq të tensionuar, kaq të agravuar, që në çdo moment që unë si shofer drejtues automjeti mund gërvish makinën,
është le të themi 50 me 50 që shpëtoj apo nuk shpëtoj. Po, që ndoshta nuk e ke tek makina, por diçka që dikë e ka preokupuar gjatë gjithë ditës, problemet e tyre të tjera, kështu që mos ja lëm fajin vetëm një veprimit momentit. Andi, s'na mbetet asgjë tjetër, 3 raste shumë të rënda, ngushëllime familjeve, unë të falenderoj shumë për këtë paraqitje dhe për këtë analizë që i bëre këtu live në Kosova Live. Ju falenderoj unë për mundësinë që pata mundësi të shpreh diçka pak më shumë dhe sigurisht ne shprehim ngushëllimet më të thella pra për familjet të cilat kanë viktima pra në familjet e tyre, kanë të vdekur dhe është një thirrje apel për shtetin shqiptar, shtetin e Kosovës për çdo, nuk e di domethënë ku ka shqiptar të reagojnë.